الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد. Të gjitha lavdit falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh Allahun Gjelle Gjelalu. Ata e falenderojmë për ti fale, udhëzime kërkojmë, salavatet dhe salamet, përshëndetjet më të mira mbi të dërguarin e Allahut Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani i cili e ndjek rrugën e tij më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar, të pranishëm fillimisht jemi mirënjohës dhe falenderues Zotit të Madh Gjelle Gjelalu që na ka begatue me arritjen e muajit të Ramazanit. Gjithashtu i falenderojmë Allahu subhanahu wa taala që na ka mbledhur në këtë xhami për të ndarë disa prej minutave bashkarisht. Njështu i falenderojmë edhe këshillit të xhamisë në krye me hoxhën e nderuar, të cilët na bën ftesë që të ndajmë disa minuta bashkarisht për të ndarë disa prej mësimeve kuranore dhe mësimeve nga profeti Muhammed alayhi salatu wassalam. Të nderuar xhamarli, në Ramazan krejt muhabetet duhet më bëj për Ramazan. Në Ramazan agjërueshëm të gjitha bisedat tona, të gjitha trajtimet tona, të gjitha këshillat, vajzët tona duhet jenë për Ramazanin. Nga se jemi në panair. Panair ku nuk shiten mallrat e kësaj bote, por panair ku shitet malli i botës tjetër. Andaj në këtë panair njerëzit qarkullojnë, lëvizin për të fituar diçka. Andaj i shifni në për dunja kur ka takime të biznesmenave të mëdhej, të miliarderave të mëdhej, mos të përmendim tani emra të kryetarëve të mëdhej, i shihni se si këtë bota janojnë menën çka po flasin. Por shembull thonë filan miliarderi me filan kryetarin e shtetit të madh u ka takue. Mirë, po nga këtë takim çka ka me pas? Ka me pas çfarë? Zhvendosje të çmimeve të tregut, të paras, të monedhave e kështu me radhë. Sidomos këta të cilët mirën për shembull me këta valutat e reja, këta i përcjellin milimetra se si kanë lëviz shumë prej gjërave në dunja, të cilat do të ndikojnë pastaj në lëvizjen e çmimeve. E mirë të nderuar xhamarli, a i kemi vënë ne re dhe a kemi vendosur theks se ka disa takime në fe, në univers që ka ndodhur janë më të mëdha se takimet e miliarderave, më të mëdha se takimet e kryetarëve të shteteve, më të mëdha se sa tavolinat ku ata vendosin për ardhmërinë e njerëzimit. Kush janë ata takime? Për shembull, ne shpeshher i dëgjojmë në ligjërata, edhe i dëgjojmë hadithe se për shembull Gjibraili alayhi salatu wassalam u ka taku me Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ama kjo e ka përcjellën ashtu. Ma shumë na intereson se për shembull filan ai i cili ka ndikim në Twitter e Instagram u ka taku me filanin, ka me pas kjo ndikim për shembull në për bitcoina e kujta diçka. Pa e dini të nderuar xhamarli se takimet më të mëdha që kanë ndodhur nuk kanë ndodhur këtu çka i shihni ju në për televizion, po kanë ndodhur në univers. A e dini se me çdo takim çka atakue Gjibraili alayhi salatu wassalam me Muhamedit alayhi salatu wassalam ka ndryshuar këtë muhabeti. Ja për shembull veç një rast po ju tregoj. Kur ka ardhur Gjibraili alayhi salatu wassalam te Muhamedi alayhi salatu wassalam në shpellën Hira, na lexojna sikur gjë hiç ose kalojna kalimci, ama piç aty momenti shtrati i historisë ka ndruar. Shtrati indikimit ka ndruar. Prej ati momenti kur ka ardhur Gjibraili alayhi salatu wassalam te Muhamedi alayhi salatu wassalam dhe i ka thënë iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lexo me emrin e Zotit tënd i cili ka krijuar. Piç ati momenti a ka met bota njësoj? Jo, ka ndru bota mo. Pise ka ardhur pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka ardhur me islam, ka ardhur me iman, ka ardhur me tauhid, ka ardhur me ihsan, ka ardhur me bamirësi. A ka ndru mo? A ka met mo xhaileti njëjtë? Jo. Pi asaj dite nuk ka më bota e njësoj. Andaj, shiko, një takim ka ndodhur, ama bota mund nuk ka njësoj. Për këtë arsye, duhet i përcjellim na do takime më të mëdha se sa ato që i përcjellin njerëzimi. A e keni pa të nderuar xhamarli, kur ka diçka shumë të rëndësishme në dunja, por shembull doni luftë botërore, doni ndikim ekonomik botëror, njerëzit e përcjellin, çka po thot? Çish po mendosin e kështu me radhë. E tani, kur ka ardhur Gjibraili alayhi salatu wassalam, Gjibrili alayhi salam te Muhamedi alayhi salam, çka kanë vendos? Çka kanë fol? Janë një rast tjetër.
Transmeton Imam Ibn Hibbani nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi alaihi salatu wasallam ditë për ditë ka hip minber. Edhe duke hip minber, shiko ka qenë takim i madh, ka qenë të fal xuman, ka hip minber alaihi salatu wasallam dhe i ka ardhur Xhibraili. Dhe Xhibraili nuk vjen veç pse s'po ka çka me bon qill, hajt tazateti Muhammed alaihi salatu wasallam. Jo, ai vjen me urdhër të Allahut. Ai takim është takimi më i rëndësishëm që ka mundësi me ndodh në tokë. Nga se vjen me laçë pi qielli zbrit në tokë. Për çka? Për lajme për njerëzimin. Çfarë lajme ka për njerëzimin? Transmeton Ibn Hibani se ka ardhur Xhibraili alayhi salatu wassalam te pejgamberi jon alayhi salatu wassalam. Dhe çfarë? E ç't ka bën me neve. Ka hip pejgamberi zan khutbe. Edhe ka thon amin. E para herë, e dyta amin. E dyta herë, edhe e treta ka thon amin. Neve na intereson njëna se jena në Ramazan. I kanë thon sahabët ja Rasulullah. Kur hipen khutbe, thave 3 herë amin, amin, amin. Amin thuhet ku të bësh dua, na duan se nitëm. Çka tha pejgamberi alayhis salam? Tha unë u takova me Xhibrailin, Xhibraili. Çka takim për neve, çka i bie? A e dinë edhe sa e madha mu taku Xhibraili me Muhamedit alayhis salam? Na pe dina kur po dalin televizor, kur po zatetën dikush me dikan. Ama mu takue Xhibraili me krijesën më të mirë njeri, me Muhammed Mustafa alayhis salam. Çka kanë fol? A e dini çka ka fol të ndëruar xhamatli? Tema, di çka ka qenë? Tema ka qenë Ramazani. Tema ka qenë Ramazani. Këtë Ramazan çka na gjysmë pe përcjell në Allahu kabul pe neve ta ban ya rabbel alamin. Edhe na ka mbetë një gjysmë tjetër që duhet me shfrytzu mirë, që duhet mu përvesh mirë. Nëse do dhim, ai çka sfiton Ramazan, kur s'ka me fitue? Çka kanë bë muhabet? Ka ardhur Xhibraili dhe i ka thonë: O Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë: O Muhammed, ai çka e zë Ramazanin, ajo shiko. Këtë na e kena zonë Ramazanin. Pra ky hadith, ky takim, a mund që para menu të ndëruar xhamatli? Zakonisht këtë të mëdhtë kur takohen, nuk takohen për juve. S'takohen për juve. Ato dalin me thënë për po, s'takohen për juve. Ato takohen për xhepat e veta, për ekonomitë e veta, për interesat e veta. Ai që i ka 1 miliard do mi bëj 2 miliard. Ai që ka 1 milion do mi bëj 2 milion. Ai që i ka trilion do mi bëj 6 milion. Don mi hip shifrat e veta. Xhibraili ka zbrit për njerëzimin. Muhamedi alayhis salam ka fol me Xhibrailin për mua e tyje. Çka i ka thënë? Për me fitu unë e ti. E çka i ka thënë? Ka thënë: O Muhammed, ai çka e zë Ramazanin, ana e kena zën Ramazanin, që i bie të ndëruar xhamatli, se veç xhamja e Ramazanit a begatin vetveti. Ai çka e zë Ramazanin. Andaj Allahu kërë ka madhnuar në muajin e Ramazanin Kur'an, çfarë ka thënë? Shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Pastaj më vonë çka ka thënë? Faman shahida minkum ash-shahr. Kush e zë Ramazanin? Shiko vetë fjalia në gjuhën arabe, faman shahida minkum ash-shahr. Kush e zë për juve Ramazanin? Te na Ramazanat fatkeqësisht kanë herë po kalojnë. Po elhamdulillah Ramazani. Jo të ndëruam xhamatli. Na nuk ka Ramazani që po menojnë na. 6 muaj ditë sahabët i kanë çudur ka Allahi: O Allah, ma mundso me mri Ramazanin. O Allah, ma mundso me mri Ramazanin. Xhibraili ka thonë Muhamedit alayhis salam: O Muhammed, ai çka e zë Ramazanin, edhe nuk i falën gjunahet. Çka po sill ka Ramazani këtë ndërum xhamatli? Mu tu fal gjunahet. Na e kena zgjedh për ta përdor për ta lehtësue. Çka i bie mi u fal gjunahet? Mi azrip temperaturën. E në temperaturën e smujës tip 40 me të azrip për me mujtë me funksionue. E temperatura e cila andez ma e lartë në dunja, cila ma e zonë? Zjarri. A në akhirat, gjenemi, i cili o 70 herë ma i fuqishëm se ki zjarri kësaj dunjaje. Për këtë gjenem, Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka që këtë pengamber, e ka që këtë Kur'an, që mos tina që aty. A nëse nuk e ngojna, atër kena me i që aty. I ka thonë Xhibraili alayhis salam, ka thonë: O Muhammed, ai i cili e zë Ramazanin edhe nuk i falën gjunahet, shiko çfarë shprehje ka përdor. Ka thonë: raghime anfuhu, i shkoft huna zjar zhag. Pra, zvar Allahu le ta tërheq në xhenem. Çfarë i bie kjo? Të ndëruar xhamatli. Nëse nuk fitojnë në Ramazan, nëse nuk shpërblehemi në Ramazan, nëse qafat pizjari xhenemit nuk i lirojnë në Ramazan, a e dini se njerëzit
Pra, prej njerëzve dhe prej melekve, dy më të mirë, të ndërum xhamatli. Hadithi që e ka transmetuar Imam Buhariu, kur e ka ngre, Allahu ja ka lartësue Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në qiell, Israja dhe Mi'raji, për të cilën na shpesh herë i dëgjojmë njerëzit me festu dhe me ditë Israja dhe Mi'rajin. Ama çka ka ndodhur në atë Isra dhe Mi'raj? Ka hip Jibraili dhe pak para Sidratul Muntaha i ka thonë pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, ka thonë shko ti manal se unë më dhe dërçetu. Pra, dy krijesat më të ndershme te Allahu janë Jibraili dhe Muhamedi alayhis salam. Këto të ditë janë bë bashk, edhe kanë thonë amin. Çka kanë thonë amin? Kanë thonë o Allah, ai i cili i vjen Ramazani, edhe nuk ja fal Allahi gjunat me hin në xhenem në tinje se e meriton. Andaj, nëse pi Ramazanit nuk dalin me gjunat falta, na e meritojnë në xhenemin. Që kjo është mohabeti. Që kjo këtë ligjërata si dhe rrëdhë qësaj, këtë Ramazani si dhe rrëdhë qësaj. Për këtë asyje të ndëruar xhamatli, këtë panajir, këtë Ramazan të madh, të cilën Allahu xhane ka dhënë neve, po nuk ju lutëm Allahut me dënes, me përgjërim, me modesti, me khudua, me përulje. Apo, andaj Allahu xhelle xhelalu kur i ka përshkruajt pejgambert e Zotit, i ka përshkruajt se janë lutë me dënes. Apo, thot Aisha radhiyallahu anha, janisha zanin, si zani i gremzave, si zani i bledve, kur bëhen bashk prej gjoksit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke u lut natën, o Allah falëm. Thot Anas ibn Malik radhiyallahu an, 10 vjet i kam shërbi pejgamberit alayhi salatu wassalam. 10 vjet i ka nejt me pejgamberin sallam. Edhe e kanë pyet pranishmin nxënësat e vet, kanë thonë çfarë duaje ka bë më shumë ti? Çfarë duaje ka bë më shumë ti? E thot Anas ibn Malik, e kam dëgjuar shpesh pejgamberi sallam duke e bë këtë dua, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ka thonë o Allah, ti i cili rrotullon zemrat, ma zemrën time në fejen tane. Nuk ka thonë ma jëm mua që tu ku jam, po ka thonë fejen tane. Pra çati ku a hajri çati qom, çati ku a farzi çati qom, çati ku e shem ma hajr çati qom. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, është ki muaj i Ramazanit, muaj fitoreve. Gjithmonë musliman Ramazan kanë fitu dunja e ahiret. Tregon njëri prej sahabive të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Thot kanë qenë më herët dy vllazën, sahabi. Dhe njëri prej tyre ka vdekë në luftë, shahid. Thot dhe tjetri ka vdekë një vjet mas, thot tutit i kanë pas dosta. Thot edhe i kumpani ditë për ditëve në ëndër. Pra ka vdekë njëri, tjetri ka vdekë një vjet mas. Thot edhe i pashtë ëndër tu hinë xhenet. Thot hini njëri, ky i cili ka vdekë një vjet përpara. Ky i cili ka vdekë një vjet mas, ka hinë xhenet më lart. Thot nuk e di sa larg ka shku më lart. Shumë larg hiki larg. A thot ky kishte dek më vonë. Thot ndërsa ky tjetri ka dek luftë. Dhe çka ka ndodhur? Thot i tregova pejgamberit alayhis salam, ja tregova ëndrën. Thash ja Rasulullah, këto dy dostat ton, dostat e tu, i kum pa në ëndër. Njëri vdiç një vjet më herët, njëri një vjet më vonë. Thot i pashtu hin xhenet, mu më than ti prit alas ala i ndonjë. Alas ki arti. Edhe thot çka ndodhi? Thot pse ky ditë jeni më lart? I ka thonë pejgamberi alayhis salam. Pra, apo çuditesh për kësaj pune? Pa nuk e ka zonë një Ramazan më tepër. Që kishe ka vdek një vjet më vonë, a nuk e ka zonë një Ramazan më tepër? A di çfarë do të thonë të ndërum xhamatli, me zonë një Ramazan më tepër? Një Ramazan do të thonë një mundësi imri. A nuk është në Ramazan Lejletul Qadri? A nuk ka në Ramazan Lejletul Qadri? Allah na mundsoft me mri ya rabbal alamin. Allahu ja kur e përshun natën e Kadrit çka thot? Khairun min alfi shahr. Komentatorët e kemi përmend shpesh ligjërata kanë thënë 1000. E dos çka kanë thënë disa prej komentatorëve? Kanë thënë jo 1000, këtu është pafund. Pse pafund? Sepse arabët numërojnë deri në 1000. Mas 1000 s'kan më numër. Pra kanë 1 deri në 1000. Ku të nalët 1000 më tani shumëzojnë. 1001 apo kur të mrije për shembull me bën 1 milion, çka thonë? 1000 herë 1000. Pra s'kan 1 milion. Milioni ka arma vonë. 1000 janë numri më i madh çka e kanë ata. E Allahu ja kur e ka përmend natën e Kadrit, çka ka thënë? Khairun min alf. Pra ajo është më e mirë se sa do numra ju të përmendni, ajo më e mirë se çkaç. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, argument se nata e Kadrit a më e mirë se sa pafundësisht numra është se nta ka zbrit fjala Allahu xhel xhelalu. Për këtë arsye ai i cili e zën në Ramazan e ka zonë edhe në ymër mundësi me fitu xhenetin Allahu te bareke ve teala. Kjo është gjëja e parë. Pra ndodhemi në panajir. Jena në panajir, shfrytëzoni çdo dakik, shfrytëzoni çdo moment që ti lutni Zotit juve, Allahu më ju fal.
Nëse s'na fal Zoti, mirë për neve. Mirë për neve. Andaj ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur i ka thonë Xhibraili, inshallah in xhenem, ai çka nuk e zë, fali Allah në Ramazan. A dini kush ka bë amin? Vallahi me bë amin kanë ardhur një njeri thjesht me thonë inshallah Zoti çta ta ban. Amin, valla rrezik. Para mëno pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam thonë amin. Allah pranoje. O Zot pranoje. Për këtë arsye të ndëruam xhamatli, shfrytëzon Ramazanin. Shfrytëzon maksimumin çka ju ka dhënë Zoti takat. Mundoni këtë punë ka pak më minimizu se çu jetë qetri mu qetri. Ky Ramazan nuk e ditin mo ta vjen mo. Nuk e diti mo e zë këtë bereqet. Për këtë arsye me këtë përveshën çka keni mundësi për xheronu për Allahu te bareke ve teala. E dyta të ndëruar xhamatli. Çka i bie Ramazan? Çka i bie agjërushëm të ndëruam xhamatli? Agjërushëm i bie që mos me cungu me dispozitat e Zotit. Që do me thanë, për shembull, nëse njëri na thot kështu, po du me ninu edhe une, i thoi na rëbujnëm një më, agjëro. Mi po thot ujin së në la. A bujna me ja thanë, ani valla, pi uja ma agjërushëm je. Jo, kjo vlenë për ato 4-5 vjet, apo sa për mistër vit. Ama, si ti jenë bilik. A bujna me thanë, edhe ti që ki pi uj, ama mish s'ki hangër, ama i agjërushëm. A bujna me thanë, jo. Njani për shembull sikur të na që kanë problem thot, "Ket muj Milan, ama mon një me cigarën se probleme kam." A mund na mi thon agjërushëm je? Jo valla. Ja i leket ja hiç. Ai veç që agjërim. Njani më thon, "Edhe unë kum agjëru si ti." Ama kanë 12 veç një kafe kum pi. Çka i thonë, "Jo, s'ka agjërim." Nuk i agjërim. Patjetër o Milan ket. E mon e men çta patjetër o Milan ket. E çka patjetër Milan ket për cilë Allahu një mësim të madh. Thot Allahu në Kur'an, "Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan." O ju musliman, o ju besimtar, në Islam hini komplet. Të na e di ç'i po bojnë do? Peshtin dorën, një dorë knena. Një dorë në xahilet, një dorë në Islam. Një kam në Islam, një kam në xahilet. A ban çështu te Zoti? Jo. Duhet me i komplet të ndërum xhamatli. Sikur që keni ina xhorim komplet, pin sifir deri në iftar. A ban na me hi në Islam pa agjërim jo namaz, pa agjërim jo zeqat, pa agjërim jo hax, zban. Pse udkhulu fi silmi kaffa. Hini në Islam komplet. Andaj plot pi dëgjojmë njerëz të bëjnë debat. O xha, ban me agjërim pa namaz, veç me këta. Jo, nuk ban. Pse nuk ban? E mirë, ti që je agjërushëm, me të vetë njani midis dite, edhe unë si ti, ama veç parzit pita uj, qka i thu, jo valla, se unë e kur. E po edhe aj namazlia që agjëron, mi thonë ti, unë e veç agjërushëm pa namaz, qka thot, jo valla, se ti ki pi uj. Pra, me kuptimin e përgjithshëm, ti e ki lanë një mangësi, për këtë asyje, Ramazani po në mëson, nuk ban me cungue, Allah dhët hinin Islam komplet. E masanena, qysh na kallëzoj që muna mu cungu Islamin, qysh cungohet, tha wala tattabi'u khutuwati shejtan. Mos ju shkoni mas shejtanit. Çka thot shejtani? Haj se s'ka lidhje. Ai bolti e ki që ta. Çka po thot? Ja 100 punë të Islamit më bëa. Po 100 punë Islamit. A e dinin të ndërum xhamatli se na në dunja kena ardhur veç për Islam. Veç për Islam. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, Allahu e ka zbrit arin edhe argjendin, me na vetë neve. Pse a dollari, pse a euroja? Mi mu xhepat apo? Apo mu bo zengina? E jo. Pejgamberi alayhi salatu sallam ka tregue, Allahu e ka thu arin, edhe argjendin, pra dollarin, euro dhe këtë parë që ekzistojnë. Ato të holla dhe ato të trashat, ato të gjelbërt, ato të tërgorvantat. A e di pse ekzistojnë ato? A e di pse ekzistojnë? Pse Allah në ka sprovu me pare? Ka thonë pejgamberi alayhi salatu sallam, që të falet namazi dhe të jepët zeqati. Për që këtë arsye ki pare? E kur ti për pare e len atë qka për të cilën o kriju parja, a unë regull që kjo? Të ndëru më gjëmatli. Për shembull, na ka njarë pi vlerësojnë a gjërat jo me standartet e veta. Për shembull, nëse dojnë na me vlerësu një shkollë, a e mira jo? Me qka kanë du të me thirë? A du të me thirë atë qka e kanë drejt shkollën murnat? A du të me thirë profesora? Apo, na qka po bojna? Qysh takshimi që kjo në shkolla me e mirë? Valla, kjo gjama ti pa matë mirë sa jo tjetra. Po jo veç vlerësohet kështu. Nuk mujna na me thirë muratorin me veç shkolla që shpo duket. Jo, e bim një akademik edhe i thojna, qeku i ki nëzancat, qeku i kanë profesorat, vlerësoj. Qishtu matët shkolla, apo?
Na nuk mundna me dhirë inxhinierin, kush për shembull, na kur dojna me vlerësuni diçka, nuk mundna me mora çka e cilën nuk u bë, se shkolla murat i ka sa menet mrena nxancat për mu do klast, ama nuk ka muratore çka i vlerëson. Apo nuk mundesh ti me shku te auto mekanike me i thon, a bandun e dhamin me drejt ditën e arat parin. Jo, ato unë jam për këtë punë. E mirë, kur dojna me vlerësuni spital, a o mi mirë spitalja kanë e vetna. Çish e vlerëson në spital? Që o i mirë e thirr doktorin. Cili spital më i mirë? Thotë se çiki doktor ka studiu çtu. E ka çike shkollë, çike ta profesionist, çiki është kardiolog, çiki është dentist, çiki është stomatolog, e tjerë. Pra vlerësimin e një gjëje e ban ai eksperti asaj fushë. E çish ka mundësi ti me vet dika tjetër, çish jam fetarisht. Do të me vet Allahun xhelal. Do të me vet Allahun dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, mos ta cungojnë afer, mos ta vesë në atë çka s'do të me vet. Do të me vet Allahun dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam. E ti ku pe merr parja, për çka po duhet? Me të nalë njëri me thonë, çto parë me shkapim ledh, për çka po duhen? Për çka po duhen? Tamam, na por gjin zakon që kena, po çat shtëpi o gjë për çto e vlad. Kjo është vesh manovrim. Manovrim, nuk ka për çata. Na nuk po dinë mi dhan xhevap gjërave të cilat pishfrytzojna. Thotë Ibn Qayyim el-Juzeyy, ne jemi pronar në syret, në hakikatin e fukara. Në hakikatin e fukara. Për këtë arsye Allahu e ka zbrit Islamin që të na e bën neve çfarë? Që të na e bën neve të kuptojmë me këtë jetën tonë. Andaj të ndëruar xhamatli, na e marrim prej Ramazanit një mësim shumë të madh. Mos ta cungojna Islamin. Nuk mundet agjërimi pa namaz. Nuk mundet namazi pa agjërim. Nuk mundet namazi pa zeqat. S'mundet agjërimi pa haxh. S'mundet haxhi pa kreta ato ceremonitë që ti ka. Për këtë arsye udkhulu fi silmi kafa. Hyni në Islam komplet. Kjo është mësimi, mos harro, s'ban paket. A mundesh ti më thon ustadit kështu? Ki him provim. A mundesh më thon atina mësuesit, hek mas këtë test me një tjetër. Jo, thot testet na i bën ajo ti. Andaj, për shembull, a i bën na testin Allah. Allah e ban testin. Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahu e ka kriju vdekjen edhe jetën për çfarë? Që t'ju sprovojë juve. Jo na me sprovu Zotin. Jo na mi kallzu na bana çështu, jo. Ai na kallzon neve. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, le ta marrim një mësim nga agjërimi se nuk ban me e cungu Islamin. E treta. Të ndëruar xhamatli, arabët kur i ka zbrit Islami, sa probleme i kanë pas? Qindra mijë. Allah e ka thujt periudhën para ardhes së pejgamberit alayhis salatu wassalam, jahiliyetul ula, jahiliyeti i vjetër, jahiliyeti i kullum në ligësi. Me çka e ka rregulluar? Sot për shembull njerëz sa keni pas zakonisht, o xhaumit të na fol neve mu fal me agjëru, ana 100 probleme qera i kena. E çfarë probleme 100 qera? Hajde ta dinë çfarë probleme keni qera. Hajde numëroj problemet. Po që o gjadët ato spitales funksionon, këtë rregull. Këtë që të probleme, edhe shumë fish ma shumë se që të kanë pas Arapt. Arapt kanë pas një problem, alamat masë që e kënë ana, e kanë voros shikën për gjallin, kanë bo zina, kanë vjerë, kanë vra, kanë pre, kanë blaçkit, qka s'kanë bo? Mirë, kur e ka regullu Allahu Gjallë, me qka i ka regullu? Që ta kuptojnë atë ndëruar xhamatli në Ramazan. Apo, shikone me një gjysëm fjalije në Kur'an, 2 miliard njerëz Allah i ka regullu një muj dit. Që ta kuptojmë që efekti i shpalljes të na shumë i madh, veç na do të mengu Allahin. Veç mengu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Të ndëruam xhamatli, a kem këta xhurushëm? Allah na bof kabul këtë ya rabbul alamin. Dikun 2 miliard musliman suni parafërsisht agjërojnë pin sifir dhe niftar. A e dini Allah e këtë që këta me sa e ka bo me gjim sfjalije. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Kutiba alaykum as-siyam. Gjys fjalije. E keni obligim me agjërue. Kush e mrin Ramazanin le ta agjëroje. Në rregull? Gjys fjalije, gjys fjalije. Komplet 2 miliard njerëz shtratin këtë tronare kanë ndruar. Ku matën problemet? Ku janë problemet? Rregullohen problemet natyrshëm kur Allahin e ngojna. Rregullohen të gjitha të lash kur Allahin e ngojna. Pse me të njëjtë dëgjumet Allahit, apo a pe voreni se Ramazana pak më mirë se jashtë Ramazanit ajo? Më mira. Ma shideto, ma shireto, veç më panë pak ma qëtësi, shkona dhe ma mirë. E tani, këtë shiret, këtë shidet, kush e ban? E ban fjala Allahu Gjelluala, femen shejde minkum ash-shahra falyasum. Kush do të që e mrin agjërim Ramazan le të agjëroje. Që ta kuptojnë një punë të ndëruar xhamatli.
krejta problemet që ka i kena njetë, ma në men, këtë problemet që ka i kena njetë, ti mund është me kujtu se zgjidhja janë dikon tjetër. Allah i thot nalë. A do me truz vesh një pull, këtë më të regulluar. A keni pas zakonisht të shkalujnë bëgjës? Zoti o Zoti, Allah balalemin. Ju shkon jeta vesh me një andër. Thot një herë be mu kon të shtipja, Këto të ashtë të tritë e din me bitcoina. O gjo thot me bo me rok një herë. A vesh një herë të roki, thot, se unë e përditi mo e di që ka baj. E qatë të rok mën me një herë. U mitët e prit, plot. Vesh një herë, thot, vesh një herë. Të ma doje, vesh një herë. Allah thot ka dole. Unë të kallzoj që ka me ta rok me një herë, ale ma mirë bo. Cila është ajo? A i ditë të ndërum gjëmërli. Me sa fjali e ka drejtu Allahu Gjelle Gjelaluhu krejt atë arrogancën e ignorancës të arabve me një fjali. Kër i ka zbit shpallja për nga mberi sallallahu aleyhi sallam, vesh një fjallja ka zbit. Iqra bismi rabbike ledhi khalaq. Ledzo me emrin e Zotit tan i cili ka krijuar. E njani tash për shumë, para menon njani sidomos dhe një intelektuali kohës sotit, i cili thot da i kena 400 probleme ki u me të na vol për mu val. A muni me para menon gjajletin e arabve me egzistu këta njerëzi. Edhe mi thonë tash, o Muhammed, a.s. E qish përna i zgjiti na probleme tash, na 100 probleme i kena. Ti po na thu, ikra bismi rabbike ledhi khalaq. Ku anë zgjidhja problemeve? Hajde lidhe, ledzo me emrin e Zotit tanë. Ti po duke që kur gjonë s'ka ndodha, po? Ama me që këtë shtyp me të pullës. Iqra bismi rabbike ledhi khalaq. Ja 1446 hijri, edhe 13 vite në Mekke, që ka ndodhë? E ka regullu Allahu krejt botën e njerëzimit. Për këtë asyjnë të ndërumë që marli, mledhi këtë problemet e jetës që ka i kije. Ti sa dush shka përderdhuna për dunja, nuk regullon ato. Sepse dunjaja nuk regullon që shmenon ti, po që është ai cili ka krijuar. Andaj ti isha plot për njerëzve, krejt i kanë kur gjas kanë. A pet thot së mbi dalë në qosh. Së në kimi dalë në qosh kur. Sepse nuk ka arë se shto që shpo do ti. Andaj thot Allahu te bareke ve teala, mos hini në shtëpi prej prapa, hini kadera. Hini në shtëpi min e buabia, hini ka e ka derën. E ka dunjaja e derën të ndërruar që më li, ka e ka derën. Cila dera e dunjarë për menet rahat. Nëse hinë dunja pika dolapat, ki mu myt në depresion, ki mu myt në mërzi, edhe s'ka medalje, edhe milionat mi pas, edhe me tarok bitcoini, edhe me tarok atjerë në kazino, kote kije, ku dush milionat mi bahe. Pa këtë asyje, për me hijen dunja rahat, dush me hi ka dera. Apo, para menoni që tash që këtë gjami, me hi që tu dikush piknena. Që ka i thu, o vlo, po t'ja si të po që ta dera. Që ka i duka dolapi? A na duket bajat? Para më një misafir ti me tarë me thanë, qel ma dolapin. O pëse më vla me ta qel dolapin që ku e ki derën? Jo, unë për dolapin du me hije. Apo duke që sharaki po, shumica e njerëzve vinë du njapi ka dolapi. O vla, pëse vepin ka gjik gjithë këtë derë të madhe, jo që shtu thot nga gushticat unë e duhe. E pse kanë gushticat? Allah thot, iqra bismi rabbike ledhi khalaq. Shiko Allahu që thot, ledzo me emrin Zot, ka shpallje, ka dyrë të mloja Allahu Gjelle Gjelalu. Dyrë të mloja. Për këtë asyje të ndërumë gjëmatli, gjitha problemet e dunjas zgjidhen me shpallje. Harroje që i zgjidhen ndryshe. Wallahi Allahu subhanahu wa taala ka refuzu që njeriu me takatin e vet me ndreq këtë dunja. Andaj shiko, me ikra, mirë, çka të ka bëu ti agjërushëm? Çka të bëu agjërushëm? Fjala Allahut, ikra, pite ikra kutiba aleikum. Për këtë asyje të ndërumë gjëmatli, mos e haroni. Ramazani, shideti Ramazanit, emira Ramazanit, emira agjurimit, emira taravive, emira gjamive, emira dhe të mira të zëtë në ka dhënë Allahu këtë në islam, piku kanar, ikra, lezoje fjalën Allahu Gjelluala, mësoje fjalën Allahu te bareke ve teala, zgjidhi problemet me shpallje. E dikush thot, e çfarë probleme ka zgjidhur Muhamedi alayhis salam? Ja po ju kallzoj. Për 23 vjet, jo më shumë, 23 vjet. 23 vjet a janë shumë të ndëruar xhamalin histori jo. Ka pas perëndor të na, kena pas diktator, ka pas historia diktator, ka nejt ka 40 vjet pushtet, ka 50 vjet pushtet. Ma ne të na kena gjallë njëse ka nejt ka 20 vjet pushtet, ka nejt njerëz diktator ka 50 vjet pushtet. Ama me dekmën e atina ka morë fund gjithë shka. Apo, por shembull, në vaktin e titës, me pas shal titën në konë rrezik u konë. Ama tash me e shal, ja dhe të ka deka leja, kush mirët me ta, me dekmën e ati ka përfundu gjithë shka.
23 vjet pejgamber Muhamedi alayhi salatu wasalam. Me vdekjen e atij, a nal, a ka ecë më shumë? Ka ecë më shumë. Që 23 vjetëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, që 1446 vjet thirrët eshhedu enne Muhammeden Rasulullah në minare, sepse i ka zbrit shpallja Iqra, çka dera. Hini ka dera të ndërum xhamatli. Rregullon e jetën e juve, shtëpinë e juve, punën e juve, jetën e juve, ditët e juve, netët e juve me çka? Iqra, lexo me shpallje. Nëse nuk hi ka dera, s'rregullohet kurqish. Andaj larg dollapeve, larg xhamave, këto janë sa për me na fladit. Këto janë sa për me pa pak dritë, ama duhet me hi ka dera. Andaj me Iqra ke arti agjerushëm, me Iqra thirrët ezani, me Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, na jena musliman. Andaj nëse him dunja me shpallje, çka bëhet? Nuk na duhet shumë. 23 vjet i ka dash pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe e ka nxjerr këtë dunjan. Andaj thot pejgamberi alayhi salatu wasalam i ditë ditëve, o gjë do të më na kallëzoj kur përfundojnë se shiko, me 23 vjet kur ka ardhur në fund pejgamberi alayhi salatu wasalam, do të vim, na e kemi atje duke shpjeguar Musa alayhi salatu wasalam. Kur i ka ardhur melekul mauti Musës, ja ka hiksinin. Vetëm se ka hiksinin, se ka mendu që Allah se ka mësos punë. Allah njerëz nuk kanë udhëzu, Allah njerëz nuk kanë drejtu, atë ka hiksinin. Pastaj ka thënë Allahu xhelala, shko thuj Musës pejgamberit tëm, a do më nejt Allah ndonjë? Noje dorën mushk, sa kime rokit ka me të dhon vjet. Ka thonë jo, u krije, pas ka krije mesazhin. Por shkak se Allahu xha i ka zbrit pejgamberin Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. El yawma akmaltu alaykum. Thot Allah, sot për ju e kam përsosur fen. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka kanë një rob, është një rob. Allahu i ka thonë, a do me nejnë dunja, a do me shku në akhirat? Edhe ka thonë aj, po du me shku në akhirat. Ka fillu me kajtë Abu Bakr Siddiku radhiyallahu an. Thot Anas ibn Malik, na u çuditshmi. Pejgamberi sa po kallzon për një njeri, i pas ka thonë Allah, a do me nejnë dunja, a do me vazhdue? A me në akhirat? Ka thonë jo, po shkoj në akhirat. Thot i shkon Abu Bekri tu kajtë, nëse mirë shmi vesh, ai e kish kuptue. Ai njeri u kon pejgamberi alayhi salatu wasalam. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka ardhur Xhibraili dhe i ka thonë, selam pi Allahut. A do me nejnë dunja, a do me ardhë në akhirat? Ka thonë belir rafiq al a'la. Du me ardhë në akhirat. Pse? U kri misioni, u kri mesazhi, u kri u plotësu e feja Allahu te bareke ve teala. Për këtë arsye të ndëruar xhamalin, këtë Ramazan duhet ta mësojmë se zgjidhja e problemeve në Islam, zgjidhja e të lasheve në Islam, zgjidhja e problemeve në xhirim, zgjidhja e barkit dhe rregullimi i barkit të ku në xhirim. Me Ramazan e rregullojna me bark, me ushqim, me pije, me marrëdhënie, me shoqëri, me social, me ekonomi, me jetima, me nevojtar, me fukara. Krejt Ramazani i drejton, a Ramazani kurorën ku e ka? Iqra, lexoje se të ka thënë Allahu te bareke ve teala. E lutim Zotin e madh xhelle xhelalu në këto ditë dhe net të mëdha të Allahu xhelle xhelalu, që Allahu agjërimin ta ban kabull për neve. Na ban Allahu i thartë të librit të Zotit, i thartë të Kur'anit, i thartë të sunetit më të mirit pejgamber Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam. E lutim Zotin e madh që Allah të na jep begati në këtë dunja. Allah të na jep begati prej begative më të mira e cila është Islami i Allahut subhanahu wa taala. E lutim Zotin e madh xhelle xhelalu që Allahu te bareke ve teala aty ku ja kemi qelluar, Allahu na shpërblen. E aty ku kemi gabuar, Allahu na fal. Ajo ka qenë prej meje dhe prej shejtanit. E qulu qouli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.